Protesta e banorëve të rjollit në Velipoj kundër ndërtimit të resortit luksoz Blue Borgon pronë e oligarkut Bashkim Ulaj është shndërruar në një betejë të hapur mes komunitetit dhe institucioneve të shtetit. Mbi 80 familje po kërkojnë drejtësi për tokën e tyre, e cila sipas tyre po grabitet, por ndërhyrja e policisë ka qenë e njëanshme, duke shoqëruar 6 protestues dhe dukshëm duke u dalë në krah investitorit. Mes të shoqëruarve ishte edhe Luciana Kokaj, vajza që prej vitesh lufton për të drejtat e banorëve. Veprimi i policisë është perceptuar nga komuniteti si mbrojtje e interesave të oligarkut, jo si garantues i ligjit dhe i rendit publik. Banorët denoncojnë mungesën e transparencës, konsultimeve edhe të gjesave publike për një projekt që prek tokat e tyre dhe rrezikon një zonë të mbrojtur mjedisore. Organizata PPNEA paralajmëron për rrezikun e betonizimit të dunave bregdetare, lagunave dhe korridoreve ekologjike ku strehohen qindra shpend shtektar. Ndërkohë Bashkim Ulaj ka përfituar statusin e investitorit strategjik dhe planifikon të ndërtojë 33 struktura akomodimi me nga 3 deri në 10 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë, duke bërë qartë prioritet interesin e tij mbi të drejtat e komunitetit.